Ne duhem të kuptoj më shumë Jul dhe kësa të përshëndes sasinë e Tritolit dhe kush ishte skenari? Jo, përshëndes. Në fakt, sasia e Tritolit ende nuk është përcaktuar, bëhet fjalë për një sasi të vogël duke i referuar edhe asaj, pra shpërthimi nuk ka qenë shumë i fortë dhe nuk ka shkryuar. Kur themi një sasi e vogël, çfarë nuk kuptojmë, çfarë thanë ekspertët ose ata që e njohin? Pakën nga dhënat pra bëhet me dije se shpërdor lëndë artizanale me nitrat, nga ajo çfarë ka verifikuar edhe policia dhe ekspertët në terren, është hedhur pranë gjeneratorit që furnizon burgun, pra krijon me energji elektrike, ndërkohë që nga nuk ka pas drita aty, gjeneratori ka qenë në punë? Jo, nuk ka qenë në punë gjeneratori, në fjalë ka patur drita. Nuk ka shkaktuar terrë, e kuptova. Nuk ka shkaktuar terrë dhe nuk ka shkaktuar dëm materiale, paktën nga ajo çfarë ne kemi mësuar nga burimet dhe nga grupi hetimor I cili po heton këtë ngjarje e cila ndodhi pra rreth orës 23 të mbrëmjes së kaluar në burgun e fushkrujes. Ndërkohë që duhet theksuar fakti se hetimet janë të proceduar në dy pista, një mesazh për drejtuesit e burgut apo tentativë për të krijuar zhurmë me qëllim arratisjen e ndonjë të burgosuri. Sot janë thirrur dy nga grupet e gatshme dhe pritet që në orët e vijim të ketë një aksion kontrolli në burg nga drejtoria e përgjithshme. Aktualisht në këtë burg janë mbi 350 persona, por vetëm pak prej tyre janë në sigurinë e lartë. Ndërkohë që në vendin ku është hedhur autori, ku është hedhur lëndë, autori nuk ka survejim të mirë me kamera, mund ta themi, pra në vendin ku është hedhur lënda plasëse, çka nuk po vështirëson punën e grupit hetimor për të krijuar edhe një kronologji të plotë të kësaj ngjarje. Gjithsesi po analizon kamerat e sigurisë në zonë. Dhe çfarë del nga kamera dhe tjetra, çfarë niveli ka njerëz të rrezikshëm burgosur, të rrezikshëm të cilët vuajnë dënimin atje? Normalisht që ka, duke I referuar faktit se ka edhe persona të cilët janë në izolim në këtë burg dhe dyshimet dhe pista kryesore e hetimeve është se mund për të krijuar ndonjë situatë brenda burgut me qëllim arratisje nga ky institucion I cili ndodhet në fushkruj. Këtu është edhe pista kryesore e hetimeve që po kryhet nga ana e policisë, ndërsa autori, paktën nga dhënat që kemi, ka qenë një person I maskuar I cili ka hedhur lëndën plasëse dhe ka arritur Sa shoqëruar ka deri tani Jul? Në fakt po merren në pyetje një sër personash, kryesisht ata që mund të kenë dieni rreth lëvizjeve në zonë, por dëshmia e tyre nuk e kanë ndrymuar grupin hetimor për të quajtur bashkëpunëtor nga brenda ka, dyshohet. Ardhur ngjarjen. Siç e përmenda edhe pak më sipër, drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka ngritur një grup pune ku ka zbarkuar tashmë në institucionin e vuajtjes së dënimit në Fushkruj, po merret në pyetje I gjithë personeli, kryesisht ata të cilët kanë qenë në shërbim në momentin kur ka ndodhur ngjarja dhe dëshmia e tyre normalisht se do të jetë me interes, por nga ana tjetër edhe policia në ndërtimin e prokurorisë po vjen hetimet intensive për të zbardhur këtë ngjarje pra që ndodhi pikërisht mbrëmjen e kaluar në burgun e Fushkrujës. Faleminderit Jol. Faleminderit juve.